Zëvendës kryeministre, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet për zgjerimin e rrugës Hyrse në Ksamil. Zgjerimi i kësaj rruge vjen në kuadër të masave të marra për zhvillimin e sezonit turistik. Ky projekt përfshin rreth 4 km rrugë, një pjesë është me 2 korsi vajtje dhe 1 korsi ardhje, dhe pjesa tjetër është vetëm me 2 korsi. Një rrugë e kategorisë C interurbane. Ndërkohë, bëhet e ditur se është një rrugë interurbane, por janë parashikuar edhe elementët urban, duke qenë se kjo është një rrugë panoramike për një pjesë dhe pjesa tjetër është zonë e banuar. Dhe këtu jemi në zgjerimin e rrugës Ksamilit, një nevojë që ka lindur për shkak të gjithë fluksit të shtuar turistik dhe një kërkesë e Bashkisë Sarandës për të ndërhyrë menjëherë. U mor parasysh kjo nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nga RSH-ja, duke arritur kështu dhe duke pasur një projekt të plotë, i cili në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën me 3 korsi dhe duke i dhënë një shpejtësi tjetër dhe duke pasur parasysh gjithë bllokimin që ka pasur zakonisht në këtë aks, ndërkohë që 2.6 kilometrat e tjera janë me 2 korsi, flasim për kategorisë C, por që kemi edhe disa vepra arti, të cilat janë të vogla për të thënë të drejtën, por që kanë një funksion shumë të rëndësishëm në këtë vepër. Realizimi fizik është rreth 30%, ku traseja pothuaj është e hapur. Gjatë inspektimit, ministra Balluku tha se punimet në këtë rrugë do të sjellin edhe një përmirësim të furnizimit me energji të zonës, duke qenë se do të ndërtohen linja nën tokë. Ndërkohë që në pjesën e parë, pjesën në zgjerimin e rrugës ekzistuese, për rreth 2 javë do asfaltohet kjo zonë me konglomerat. Trafiku do kalojë në këtë segment ku ne po ecim dhe do vijojnë punimet në pjesën e shtesës. Atëherë në afatet kontraktuale është për të dorëzuar në prill 2026. Okej, dhe jemi brenda pra kalendarit, nuk është se ka pasur të papritur apo në një problematik tjetër. Mund të themi që kanë ecur shumë mirë punimet, përveç disa vonesave të vogla, nëse mund t'i quajmë për spostimin e linjave, siç e shohim është dhe linja e tensionit. Po dhe ishin duke punuar dhe në ndërkohë. Është zgjidhur me një investim të OSSH-s, linja po kalon nga Ajrore në Toksore, kështu që edhe kjo problem. Kështu që kemi edhe një përmirësim pra të fuqizimit të energjisë elektrike në zonë, duke qenë se transmetimi do të bëhet me linja nën Toksore, të cilat nuk janë të ekspozuar ndaj agentëve atmosferik, dhe kemi projekte që ndërthuren me njëra tjetrën. Megjithatë është shumë e rëndësishme ajo që ne tham, që ky projekt është i pajisur edhe me të gjithë pjesën e mobilimit urban. Pra një projekt i cili ka trotuarët e përfshirë, ka ndriçim, ka edhe kursin e biçikletave, duke pasur parasysh që Ksamili është një nga zonat më të frekuentuara turistike shqiptare, për të mos thënë që për sa i përket promovimit të saj, vetë turistët që vijnë këtu e kanë bërë më të njohur në të gjithë botën për sa i përket sajteve shqiptare turistike. Rruga pritet të ketë trotuare nga të dy anët me gjerësi 3 metra dhe një korsi biçiklete me gjerësi 2 metra. Realizimi fizik është rreth 30%, ku trasea është pothuajse e hapur, ndërkohë që në pjesën e rrugës ekzistuese për rreth 2 javë do ta asfaltohet kjo zonë. Në afatet kontraktuale kjo rrugë është për të dorëzuar në prill të 2026-s, teksa nuk ka pasur problematika dhe pritet të mos ketë vonesa në dorëzim.